Mirë, do të presim tani Adelën tonë me lajmet e çuditshme që na vinë nga bota. Adela, moj Adela i ke marrë papionin e Rionit sot. Se ç'ndodh sot nuk e kuptoj. Si e ka çuar Rioni njëherë? Dëgjove se ç'a tha regjia, se ç'a tha. Ku dëgjohet regjia? S'ka, janë kput fishat. Po. Sa bukur. Ja, bashk. Bashk. Nëse do kredite, po ta them tani në sy të... Në minutë fundit, kështu tak. Po ja, kështu. Po t'jap ca kredite tani, Vjerim sot bëri komplimenta për ty. E tha shumë vajze mirë ajo, shumë e sjellshme. Edhe mami më shfancja jote. Po. Uskusha. Po pse u skuqe ti zbardhu? Në fakt, do doja që të vdiste në njëri tjetër për mua, me gjithë se bëj shaka jam shumë. Po pse të vdesi moj të roj, si thotë Rioni. Të roj. Po ka një mënyrë për ta hequr të kuqen e faqes. Po. Ja, i çik lajthiz. Po Adela ku e ka lajthizën, lutem? Unë e thava një shishe. E thave një shishe. E pas kapir. Deveja e pas kapir, deveja, të gjithë. Po qingjin dhe kecin, disa e ka ngrënë, të tjerët i ka ngrënë veshin. E dini ju apo jo? Qa? Jo, se dim. Qa ka ndodhur? Disa i ka ngrënë veshit. Nuk e di ku po shkon kjo botë, nuk e di as njeri, si vazhdon. Si, po. Tani qa ka ndodhur? Një djalosh, shqiptar, ka postuar një video në rrjetet sociale, TikTok, duke i kafshuar veshin kecit të shkret. Dhe është bërë viral për shkak të reagimit të kecit. Se kecit drithëron edhe thot ik larg me. Në qoftë se do të përkthehej gjuha e kecit, praktikisht do thoshta mu largo të lutem. Po keci është me mend. Puna është si ka mundësi që vetëm meshkujt e Rion janë qenie kaq të frustruara. Shkojnë kafshojnë kecat. Shkojnë me qenë, se ka pas dhe lajme të tjilë. Janë ka bura me qenë. Përdhunojnë fëmijët, as si femër nuk i bën këto, vetëm meshkujt i bëjnë. Çfarë lloj qenie jeni ju? Se është dhe Bajram, sot dhe gëzuar Bajramin gjithë, mos ta prishëm gojën, por... Po, shumë e drejtë kjo fjalia e dytë. Nuk i përgjigjem, do të pyetjes parë, se është e fjalia e dytë, kështu. Më çudit kjo çfarë bën njerëzit për famë, Adela? Mendon ti, Ornela, që duhet të shkojnë në këto limite? Mësoj mendoj si ti, ka diçka ke meshkuj që vërtet nuk e kuptoj, por... Tu do bëhet shoqata e kecave të tmeruar. Po, më beso. A duhet të shkojmë kaq larg për famën, apo duhet të ketë pak kriter, është ideja? Se për disa klikime, kjo gjë bëhet për disa klikime. Dhe komentet janë nga ata që qeshin, edhe nuk e ka parë. Njerëzit duhet të reagojnë në mbrojtje të kecit. Mendoj unë. Asnjë reaguar në mbrojtje të kecit. Pra nuk ishte. Keci i shkret, përveç ne të treve këtu, nuk ka asnjëri tjetër që e mbron, për fat të keq. Ky është lajmi i parë. Vazhdojmë. Kur ta çoj kecin te avokati i popullit unë ta shkojnë këta. Po çoje se ndoshta. Vazhdojmë tek lajmi i dytë. E keni provuar ju ndjesinë e ndarjes para se të martoheshit? Kemi provuar, patjetër që e kemi provuar. Ky ngesi ke të dyja ky. Ngesi te koja. Po ç'ke ti? Se kemi provuar. Mirë, se ëtë në njërë... Unë e kam provuar, më zemra. Ëtë në njërë janë interesante. Ëtë janë interesante kur janë të bërë në vënd. Po, të vënd tjetë. Duen 17 muaj dhe 26 ditë, Duen 17 muaj dhe 26 ditë. Për burrat apo për gratë? Për të harruar një person që ti e ke dashur, nuk ka rëndësi. Po pse jo 28? Po se të 28-a... Tani i duen kaq burrave, apo aq njësoj edhe burrave, nuk e specifikon. Thot që është njësoj, pra ti nga njëri që e ke dashur, ose po sikur ta duash më shumë, në qoftë se ti vërtet e ke dashur, nuk e harron kurrë. Të keqen. Bie studimi. Po 17 muaj, thonë një vit e gjys, gati, apo jo? Po tashi s'durojnë asnjë muaj, më. Po qa bë zdurojnë 30 sekonda që një muaj. E besoni apo jo ju këtë lajm? Në kohët e sotme nuk ekziston fare. Unë mendoj që gozhda del me gozhdë. Që do me thënë? Ndarja nder me ndarje. Edhe unë jam dakord me Erionin. Po s'doli gozhda tjetër, jam pastaj me Ornelën që se harron dot kurrë. Duhet vi gozhda tjetër që ta harrosh. Okej, kalojmë te lajmi i tretë, që ky lajm është shumë nuk di do me thënë. Një 19 vjeçare në Brazil është bërë nënë e 2 binjakëve, të cilët kanë ADN të ndryshme. Siç shihet nga foto, një nga fëmijët është në ngjyrë të bardhë dhe fëmia tjetër është në ngjyrë esmer, që mos jemi racist tani, sepse
brënda një periudhe, brënda së një të snatë në rastin e saj, ajo ka kryer marrëdhënie seksuale me dy meshkuj të ndryshëm. Si quhet kjo? Quhet... Quhet pub. E kuptova. Jo, thjesht, po... Mund të quhet edhe kështu... Doja të kapje qika dele. Buzuq, po. Të mora hakun tëndëm. Po, faleminderit. Buzuk? Po, kote thash unë se di fare. Unë nuk e di, unë ngella... Pse ndodh kjo gjë? Unë thash... Unë mendoj se ndodh, shkencërisht ndodh, po. Unë kur pash këtë lajmin thash Adela, sa e pafajshme që je. Shikot çfarë bëjnë gocat. Çfarë bëjnë shoqet e tua. Çfarë bëjnë shoqet e mia. Siç ajo manushaqe bukuroshe, siç bëjnë shoqet e tua. Po. Por që mendoni që ka ndodhur apo është njësoj si ai lajmi 2 javë dhe më parë. Duket e pabesueshme. Ti mendon që nuk e thyen dhe biologjinë dhe shkencën? Unë e besoj. Nuk e besoj. E besoj. Edhe akullore dhe çokoladë. Edhe akullore dhe çokoladë. Shumë interesante. Atëherë, votoni pak. Unë besoj këtë të fundit. Unë votoj për lajmin e dytë. Atë të gomarit, atë të kecit e besoj, se ka plot njerëz që jo vetëm në vesh, po mund të anë të gjallë kecin. Po sot meriton që unë të zhvishem, të heq papionin. Të heq papionin dhe t'ja dorëzoj të Zotit. Se i gjeta unë? I gjeti Erion për Bajram. Se është Bajram sot, më ecën sot. Në rast e festash. Dy fitore, të dy. Bravo, Erion. Do me të në kuj e vërtet e ka ngrën veshin e kecit. Po, mora, e ka ngrën. Video është bërë virale dhe kur po diskutoja poshtë e grimi e kishim parë të gjithë videon. E kishim parë edhe... Po, ja pas ka rrit qëllimit. Ja ka rrit qëllimit, i është bëri famë shmësh. Adela, jep edhe mesazhin tonë të mrekullueshëm. Se në YouTube. Ore, si po shkon YouTube-i? Na jep në një informacion nga bota YouTube-i këtë javë eci shumë dobët se bëra një eksperiment edhe nuk mori shumë shikime. Vetëm ja 2 milion nuk mori shumë. Erioni sot që e ka të nivel. Nuk ishte mirë, duhet ishte 3-4. 5. Por keni kohë që ta rikuperoni këtë, të shkoni të 3-4-shi ose dhe më shumë, na klikoni, na komentoni, vazhdoni, shani, më nëzirni, vrulli... Po. Zireni të keqe. Të gjitha ata, një sekundë se kam një sqarim për të gjitha ata që thonë këtë fjali. E keni vjedhur nga italianët. Jo, vlla, e kemi vjedhur nga francezët. Nuk e kemi vjedhur nga italianët. Mos flisni kokë, gjithë call centeri juaj. Anullojni, të gjithë do beni blok. Të gjithë call centeri. Dhe pas pak nuk do keni kontrol mbi YouTube-in ton, dhe në blokuar të gjithë. Nuk marrim nga italianët, o vlla, se italianët i marrin nga amerikanët. Amerikanët i marrin nga kinezët, kinezët i marrin nga ne shqiptarët. Mirë, deri të premte në ardhshme, mos i besoni çdo gjë që lexoni. Shkojmë në publicitet dhe me njëherë ju presim këtu në Vënçe me një panel nga ato që di të bëj vetëm bardhazia.